Prokuroria kërkon paraburgim për 8 persona dhe masa të kujdesit për 4 persona të arrestuar dje si pjesë e hetimit kundër 18 individëve dhe 8 kompanive për përvetësimin e rreth 3 milion eurove në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Të 12 personat përfshirë ish presidentin e FFM-s Ilço Gjergjovski, të cilët u arrestuan dje, tashmë janë nxjerrë para gjykatësit të procedurës paraprake në gjykatën penale të Shkupit, ku ai duhet të vendosë për kërkesën e prokurorisë, ndërsa 5 nuk janë të disponueshëm për organet e zbatimit të ligjit. Ish presidenti FFM-s Muhamet Sejdini, i cili ishte i dyshuari i dytë, është tashmë në paraburgim për një krim tjetër të dyshuar dhe u arrestua në prill të këtij viti. Dhe dyshuar e tretë Olgica Mladenovska në cilësinë e drejtueses së Departamentit të Financave dhe të Kontabilitetit në FFM. Трето осомничените се товарат, односно се осомничени дека се сторители на кривично дело проневера во службата согласно член 354, додека управителите на правните лица се теретат, односно се осомничени за помагање на делото што претходно го спомнав, како и за поедно кривично дело перење на пари и други приноси од кривично дело. Имено, дејствијата се од 2015 година до 2019 година, со тоа што прво и второ осомничениот како службени лица, председатели на Фудбалска федерација на Македонија, имаат подпишано вкупно 728 платни налози, кои што им биле доставени од страна на трето осомничената за подпис и за реализација, со тоа што преку незаконски уплатени парични средства за услуги кои што никогаш ФФМ не ги добила од правните лица и за стоки кои што никогаш не влегле во ФФМ, нанесена е штета од големи размери во висина или во износ од 180 милиони денари или околу 3 милиони евра. Prokurori i Lëndës Faton Azizi nga Prokuroria Themelore për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit e vlerësoi aksionin e djeshëm si të suksesshëm, duke shtuar se 5 nga personat që duhej të ndaloheshin nuk i gjetën në shtëpitë e tyre, me arsyetimin se janë në shtetet fqinje për pushime. Значи, сите субјекти во поголемиот дел имаат соработка со Фудбалска федерација на Македонија, меѓутоа дел од паричните средства кои што ги имаат добиено на незаконит и противзаконит начин, ги имаат, како да ви кажам, вметнато преку Олгица, па да истите бидат реализирани, односно подпишани од страна на претпоставените, тоа е службените лица во својство на председатели на Фудбалска федерација. Обезбедивме докази во текот на предистражната постапка дека тие услуги за кои што се издадени фактури никогаш не стигнале до Фудбалска федерација на Македонија. При тоа имаме и произнесување од представникот на Фудбалска федерација како по однос на услугите и стоките, така и по однос на висината на штетата што на нив им е причината. Si rezultati një procedure shumë vjeçare parahetimore në FFM, dje në udhëheqjen e prokurorit publik në koordinim me Policinë Financiare dhe Ministrinë e Brendshme, u kryen disa bastisje në shtëpi, ambiente afariste dhe apartamente në disa lokacione të Shkupit, ku 12 persona u privuan nga liria, përfshirë edhe ish presidentin e FFM-s Ilço Gjergjovski dhe 5 persona aktualisht janë në arrati. Muhamet Sejdini u arrestua në prill dhe u la në paraburgim me dyshimin e arsyetuar se ka kryer veprën penale të përvetësimit të fondeve në detyrë që lidhen me ndërtimin e një tribune në stadiumin Biljanin i Izvori në Ohër. Veprimi është rezultati një kallëzimi penal të paraqitur më parë kundër 3 personave të punësuar në FFM, menaxher, pronar dhe persona të autorizuar të personave juridik, si dhe kundër vetë personave juridik me dyshimin për kryerjen e krimit të shumta të përvetësimit të 2.4 milion eurove.